Bismillahirrahmanirrahim. Të vërtetën e ka thënë Allahu xhaleshanuhu, duke na treguar përmes Kuranit famlar. A mos u krijuan prej kurgjës, apo ata vetë janë krijues? A mos ata i krijuan qiejt e tokën? Jo, por ata nuk janë të bindur. A mos tek ata janë depot e Zotit tënd, apo ata i mbizotrojnë? Kuran 52, 35, 37. Trupi ka nevojë për dërgimin e pandërprerë të lëndëve ushqyese dhe menjanimin e mbeturinave dhe hedhurinave, dhe që të mund të zhvillohet, lëviz dhe të reziston smundjeve. Tri enigma të lidhura për ushqimin e qelizave trupore janë: riprodhimi i lëndëve specifike ushqyese nga të cilat shumica nuk mund të gjenden vetveti mbi tokë, prodhimi i sasisë të mjaftueshme e cila është e domosdoshme për çdo qelizë të gjallë mbi tokë, dërgimi i ushqimit deri te çdo qelizë pa marrë parasysh se në çfarë pjese të trupit gjendet. Bimët i prodhojnë këto lëndë në formë të lëndëve të para, ndërsa sistemi digestiv i shndron në lëndë të kërkuara. Bimët i ndërtojnë lëndët e para ushqyese nga lëndët e para që janë në tokë të përshtatura në sasi të mëdha, prej kur është krijuar ajo, siç janë toka pjellore, uji, drita e diellit, ose prodhohen për çdo ditë në sasi të mjaftueshme, sikurse që janë farat, kërcejt e bimëve, fabrikat e gjelbërta dhe dioksid karboni. Janë të nënvizuara rrugët e jashtëzakonshme për dërgimin e lëndëve të para toksore deri te fabrikat e gjelbërta në brendësi të bimëve, sikurse që janë të përcaktuara pjesët e bimës për depozitimin e lëndëve, materieve ushqyese dhe grumbullimi i tyre në një hapësirë mundësisht më të vogël. E këto janë frutat. Ai i cili e jep furnizimin ka krijuar për njeriu ende sa ka qenë në mitrën e nënës. Aparate të përsosura të cilat ndihmohen mes vete gjatë dërgimit të lëndëve ushqyese pas përpunimit të tyre në lëndë përkatëse, deri te çdo qelizë në trup. Sistemi digestiv përbëhet nga dhëmbët, përshtymes, muskujve, përtypje, gjuhës e cila lëviz dhe rrotullon laringun e gjuhës esofagut, i cili bën lëvizje rrethore dhe i cili sekreton jarg, lukthit stomakut, në të cilin gjenden lëngjet, enzimet për tretje, zorr, të cilat janë të lidhura me zorr të verbër, në të cilin gjenden ekstraktet për tretje dhe fijeve të cilat e absorbojnë ushqimin. Gjaku në grup arrin deri te zorrat në cilat gjendet ushqimi i tretur, domethënë lëndët përkatëse për ushqimin e qelizave, edhe e bardhë dhe qarkullon me të afër çdo qelize, të cilën përmes lëngut limfatik në përfije të gjakut e dërgon deri te qelizat. Lëngu limfatik i dorëzon mbeturinat dhe hedhurinat, të cilat i ka pranuar nga qelizat. Përmes fijeve të gjakut, ashtu që me qarkullimin e gjakut, të gjitha mbeturinat të dërgohen deri te aparatet të cilat janë të përgatitura për menjanimin e tyre nga trupi. Sistemi nervor merr pjesë në rregullimin e gjitha këtyre operacioneve në organizimin dhe në organizmin e njeriu. Gjitha këto pra fal Allahut subhanahu wa taala, i cili e krijoi njeriu me një perfeksionizëm të jashtëzakonshëm. Prandaj Allahu është shpikësi, krijuesi, formuluesi, ai i cili këto krijime i bën të nënshtura ashtu që ushqimi të përgatitej, grumbullohej dhe shpërndaj. Pra Allahu është krijuesi i cili na furnizon ne fëmijët tanë dhe fëmijët e fëmijëve tanë. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhu quwwatin matin. Me të vërtetë pra Allahu është furnizuesi juaj, krijuesi i cili ju krijoi dhe ju jep oksigjen vazhdimisht.